Jo perimetër, po. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. 22 persona të dyshuar si pjesë e rrjeteve ndërkombëtare të heroinës dhe kokainës u arrestuam në fillim të kësaj jave në vendin tonë. Në 47 bastisje që ndodhen njëkohësisht, u sekuestruan edhe prova materiale edhe u bllokuan llogari bankare. Hetimi për këtë rast ka nis para disa muajve edhe është i bazuar në të dhënat e Sky ECC. Ky është aplikacion i ngjashëm me Viberin, Telegramin e WhatsAppin, po special për kriminala sidomos. Dhënat nga ky aplikacion janë përdor për hetimi për herë të parë këtu në Kosovë, e në rajon mesazhet që janë dekonspiru prej QTI aplikacioni Sky ECC janë përdor për me i dërgu në burg rrjetet kriminale në Malzi edhe në Shqipni. Rrjedhja e mesazheve nga ky aplikacion ka trondit edhe vende tjera të Bashkimit Evropian për shkak të përfshirjes në krim të organizuar të zyrtarëve publik edhe njerëzve me influencë nalt që kanë dalë tu fol nëpër këtë aplikacion. E tash, për çfarë jete ndërkombëtare të krimit të organizuar po bëhet fjalë në këtë rast, edhe si do të rrjedhin ngjarjet pas nisjes së këtyre hetimeve për dhënat e Sky ECC në Kosovë, kemi me diskutu me Ahmet Tahirin, avokat i njërit prej të arrestuarve në rastin e fundit, Fatjona Mejdini, e cila është gazetare edhe punon me Global Initiative, iniciativa globale, e cila ka ndjek për së afër rrjetet e kokainës në procese që janë zhvillu në Shqipni, Kreshni Gashi, redaktori i Kallëzo.comit, edhe Labinat Leposhtica, shefi zyrës ligjore në Kallëzo.com. Para se me nis debatin, po ju ftoj me ndjek reportazhin e shkurt nga bastisjet që janë zhvillu në mëngjesin e së martes në disa qytete të Kosovës, bastisje këto të zhvilluar ekskluzivisht me ekipin e Kallëzo.comit të ndjekin. Është operacioni më të gjithë përfshirës, mos të më i madh që është mbajtur ndonjëherë në policinë e Kosovës. Muaj më parë, Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Policia pranuan dosje nga autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës dhe Europol. Dosjet përmbanin të dhëna të nxjerra nga aplikacioni Sky ECC. Audiomateriale, video, fotografie, mesazhe të shkruara të shkëmbyera në këtë rrjet. Nxorën në shesh 2 grupe të strukturuara që operonin në Kosovë dhe organizonin transportet të mëdha të drogës. Ka realisht ju keni me kërku edhe me ullu tu për me gjithë aty. Narkotik, të çfarë do lloji qoftë, dokumentacion, qoftë me shkrim, me dur i shkruan, qoftë me makinë shkrimit, qoftë kontrata, qoftë libra të kontabilitetit, çka do që lidhet me dhona financiare, domthonë keni mi sekuestruar. Çdo pajisje elektronike, qoftë telefon, qoftë USB, eksternal, hard disk, kompjuter, laptop, gjitha keni mi sekuestruar. Qoftë armë, municion, eksploziv, çka do që gjeni aty normal me kujdes maksimal, në atë vend ku keni dyshim, nuk keni nevojë me vepru pa u siguru mirë se mundi me vepru domthonë pa ndonjë pengesë. Është operacioni më të gjithë përfshirës. Mos të më i madh që është mbajtur ndonjëherë në policinë e Kosovës, janë 47 lokacione që duhet bastisjen dhe të kontrollohen në të njëjtën kohë. Jemi këtu në lokacion edhe një në Vrellë, janë 4 regione që duhet shkojnë. Depërtimin e bojnë derisa pastrohet objekti, e bojnë kolegë e njësive speciale. Jo jeni mbrapa tyne, por ata e vlerësojnë se gjithçka është pastër, atëherë deportani jo.
muaj të tërhetime dhe analizime të materialeve të pranuara. Nxorën në pat 2 grupe të mëdha të krimit të organizuar në vend. Analizimi i komunikimeve shpërfaq prova për organizimin e transportit të mijëra kilogramve kokainë e heroinë. Fotografit dhe videomaterialet shfaqin transport të organizuar të tonelatave të kokainës e heroinës. Grupi i parë bazoi në Prishtinë dhe kishte mbi 20 anëtar të cilët organizonin kontrabandë të drogës dhe lëvizjen e parave. Grupi i dytë me mbi 20 anëtar bazoi në Pejë dhe kishte një shtrirje të gjerë në rajonin e Dugaxhinit. Hetimet paraprake nxjerrin se grupet kontrabandonin sasi të mëdha të kokainës, duke u lidhur me rrjete të ndërkombëtare nga Ekuadori dhe sasi të mëdha të heroinës, duke u lidhur me grupet nga Turqia. Droga nga të dhënat e gjurmuara përfundonte në tregun europian duke përfshirë Belgjikën, Holandën, Gjermaninë e vende të tjera të BE-s. Të dhënat e policisë e prokurorisë speciale gjurmuan 47 lokacione ku operonin anëtarë të grupeve. 22 persona u arrestuan, u sekuestruan 29 vetura, u blokuan 800.000 euro në banka, u sekuestruan 134.000 euro para cash e qindra kontrata dokumente të pronave. Hetimet do të vazhdojnë edhe në javët në vijim. Ishin këto xhirimet e shkurta, pas një kohe do të mund të shehni të plota, po tash po du me fol me avokatin e njënit prej të arrestumve. Zënë Tahiri, klienti juj është Avni Rekaliu, kallëzon pse është arrestu? Me thonë drejtën, asaj vetë nuk e dim pse është arrestu dhe asën si mbrojtës nuk e kam të shortë ende se pse është arrestu. Na është thonë se ka përgjime nga rrjeti Sky ACC, dhe as nuk na është lejuar qasja dhe prokuroria në kërkesën e saj për caktimin e paraburgimit nuk ka specifikuar ndonjë veprim konkret sepse i njëjti është arrestuar ose cilat janë veprimet e tij inkriminuese kohën kur është inkriminuar apo diçka ngjashme. Thjesht ka qenë një kërkesë shabllon, të cilën fatkeqësisht edhe gjykata na mohoi një të drejtë të tillë që t'i shohim këto përgjime, kështu që kjo është situata. Krishnik, nëse nuk e din avokati ti, a e din ti pse është arrestu klienti ti? Prej asaj që ka interpretohet prej komunikimeve zyrtare që deri tash ka ndalë është që kemi të bëjmë me grupe të rrjete kriminale të organizume të cilat bazën e kanë pasur në Kosovë dhe janë qeverisë prej këtuj dhe janë marrë me transport të kokainës prej Afrikës së Jugut dhe janë marrë me transport të heroinës prej zonës së Turqisë, pra heroinë e cila prodhohet në Afganistan, vjen nëpërmjet Iranit dhe kalon në Republikën e Turqisë, pastaj ka ardhur në Kosovë dhe tutje është shpërndarë në tregun evropian dhe në tregun e rajonit. Pra ajo çka dihet deri tash është që këto grupe thjesht kanë kontrolluar një pjesë të trafikut të drogës, jo krejt trafikun e drogës, i cili është koordinuar prej këtu, por një pjesë të saj. Ajo çka dihet po ashtu është që prej përgjimeve të Sky të cilat kanë dalë në vende të tjera është që këto grupe kanë funksionuar duke dërgu fotografi, videomateriale, audiomateriale, mesazhe, duke fotografu kontenjert me drogë të mbushur për me mujt me kry porositë e tjera, në mënyrë që me i bind blerësit që malli ekziston dhe malli mundet me u qarkullu. Pra, kemi të bëjmë me rrjetën ndërkombëtare të trafikimit të kokainës ose të heroinës, e cila në zonën e Ballkanit tashmë në disa zonave që është shkatruar se njerëzit janë në burg, pra në Shqipëri kemi njerëz në burg për këtë punë, në Malzi kemi njerëz në burg për këtë punë, dhe tash i ka ardhur rani Kosovës me hyrje dhe me spastru terrenin prej këtyre rrjeteve kriminale. Fillimisht do të me sqaru çka ka ndihmuar ky aplikacion dhe çu ka rënë në dorë të autoriteteve. Pra, autoritetet, nëse nuk gaboj belge ose holandeze, e kanë mërri me shkarku serverin e aplikacionit, i cili është i ngjashëm me Snapchatin ose Viberin si aplikacion i tillë. Aplikacioni është përdor për rrjeteve të trafikut të drogës si aplikacioni në cilin ata kanë komuniku. Pse? A është më i sigurt? Çka ka më shumë? Është portretizuar si më i sigurt dhe është portretizuar si rrjet i mbyllur ku këta mujt me komuniku lirshëm, duke përdor në disa prej rasteve jo emrat e vërtet, po nickname mirë, po që tutje pastaj janë identifiku kush është mbrapa tyne dhe kush thjesht qëndron në rrjet. Dhe këta njerëz e kanë përdorur këto. Çu kanë identifikuar Krishnik kush qëndron aty? Po tash
prej rasteve të cilat janë trajtuar në rajon, për shembull ka mujt me pas nickname, mirë po pastaj është identifikuar prej zonit, është Nickname, pseudonim. Pseudonim, po ka pas pseudonim, mirë po pastaj kur janë dërguar fotografitë për shembull të drogës, këta kanë bërë selfie me drogën mrapa dhe i kanë mri me i pa, se komunikimet kanë qenë shumë specifike, sa që kanë qujt deri te identifikimi i njerëzve me novka qysh i kanë qujt grupet kriminale mbrana njëri tjetrit dhe autoritetet pastaj kanë mri dhe i kanë zbërthy novkat në identifikim të emrave dhe pastaj edhe të veprimeve. Pra është një hetim, kisha me thonë post-mortem i asaj çka ka ndodhur, edhe kjo tregohet edhe tash për shkak se në operacion nuk është nxonë shumë sasi e madhe e drogës, mirë po hetimi unë besoj që ka me konfirmu sasi shumë të mëdha të drogës të cilat kanë qarkulluar në Kosovë edhe të cilat janë nxjerrë prej Kosovës në rajonin tjetër. Kemi të bëjmë me sasi të drogës e cila ka qarkulluar me kontenjer. Nuk po flasim për 1 kg 2, nuk po flasim për 50 gram, 100 gram, po flasim për dërgesa të mëdha të narkotikëve, të cilat kërkojnë një strukturë të madhe të organizimit për me u çarkullu. Kontenjerët kamuflum në mall tjetër, atë pa kamuflum. Zakonisht vinë me materiale të kamuflume, pra vinë me banane, vinë me mesh kanë ardhur me... A jo nxon këta kontenjerë në Kosovë? Jo, kemi pas shumë pak raste kur është nxon droga në Kosovë, pra ne kemi një rast me një kontenjer me kokainë që është nxon dhe një rast tjetër prej heroinës që njëhet si rasti reflektori, ku është nxonë heroina e paketuar me mrena një kamion i cili ka bartë reflektor të ndryshimit. Mirë po, pjesa më e madhe e drogës ka qarkullu lirshëm prej Kosovës pa u pengu, pa u diktu pe autoriteteve dhe sasia, ato e kemi thonë gjithmonë, e drogës e cila nxinen në Kosovë me sasinë e cila kalon është e papërfillshme. Pra në Kosovë nxinen 500 deri në 1000 kg drogë në vjet, ndërsa vlerësohet që tregu është shumë më i madh. Tash, çka kemi këtu në këtë rast është që kemi të bëjmë me kryesisht familje tradicionale të cilat paraprakisht janë marrë me veprimtari të ngjashme, për shkak se po dhe në Kosovë, edhe këta të arrestuar kanë precedent penal të kaluar. Kur po tradicionale. Tradicionale në kupton që Ali Bungut na jena marrë me transfer drogës. Një pjesë e njerëzve që janë të arrestuar nuk janë 3, pra nuk janë 20 vjeçar, nuk janë 30 vjeçar, ka 60 vjeçar, 65 vjeçar, ka njerëz në moshë. Ani veç kallzom që kjo tradita, a je të fol për vitin 2000, a je të fol për 90? Jo, po flasim prej pjesës pas luftës, pra në rrjetet e ndërtuara pas luftës, të cilat fillimisht kanë qenë rrjetet e transportit marijuanës, pastaj kanë kaluar te heroina me Turqinë dhe tash linjat e reja të ndërtuara me kokainën, të cilat janë zhvilluar për shkak të rrjeteve të shqipnisë, të cilat blejnë në Ekuador kokainë dhe binë në Po që po të pyes sa vjet i ka Avnio, klienti jot? Mbi 50 vjet. Mbi 50 vjet. Po do të them është janë njerëz Mirë, po duhet ta përmirësoj se klienti nuk ka të kaluar kriminale. Po jo, e përmena që nuk janë të gjithë me por pjesa më e madhe ishin me të kaluar. E çka ka punu klienti jot? Fermer. Fermer? Fermer? Po. Bujk. Ku? Në fshatin e tij Dobratin. Dobratin. A moj të lutem me enkuadru Fationën. Fationa jetu e përcjell rrjetin e drogës në Shqipni, mati. Kallëzona njëherë çush funksionon sepse po dojmë na në Kosovë me marr pak më përvojë çka keni pa ju edhe cilat janë arrestimet që kanë ndodhur atje bazuar në çet aplikacion Sky ICC. Jeta, e para faleminderit për ftesën, vërtet kënaqësi. Ajo që dua të theksoj është fakti që me eksperiencën time të punës edhe në iniciativën globale, unë në fakt kam pasur mundësi jo vetëm të ndjek rastet që kanë sjell hetime që kanë buruar nga materialet që janë gjendur në Sky ICC, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajonin e Ballkanit, edhe mund edhe të jap edhe një panoramë shumë të shkurtër në lidhje me këtë gjë. Ajo që është për të theksuar është fakti se ky është rasti i parë në Kosovë ku materialet e Sky ICC përdoren për një hetim kriminal. Dhe çfarë na thot kjo gjë? Kjo na thot faktin që këto grupe, të cilat policia i ka arrestuar, këto grupe kanë vepruar në mënyrë ndër kufitare. Është shumë e qartë ideja që këto grupe jo vetëm që se kanë qenë aktive me shpërndarjen edhe me trafikimin e drograve në Kosovë, por është shumë e qartë që këto kanë pasur operacione dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Se nëse këto grupe nuk do kishin operacione në vendet e Bashkimit Evropian, si në Gjermani apo në Zvicër, atëherë me siguri nuk është se do të kishte urdhër porosi nga autoritetet e këtyre vendeve bazuar edhe mbi të dhënat e Sky ECC. Tani Sky ECC, të dhënat e Sky janë në duart e agjensive ligjzbatuese të Bashkimit Evropian që nga viti 2021. Ky ka qenë viti kur policia belge dhe ajo franceze
kanë arritur të futen në brendësi të këtij aplikacioni, i cili ishte gjerësisht i përdorur nga krimi organizuar në të gjithë Ballkanin, por edhe në botë, dhe kanë arritur të marrin të gjitha materialet dhe shkëmbimet e tyre të mesazheve, të fotografive, të videove dhe gjithçka tjetër. Dhe sigurisht janë dashur shumë kohë në mënyrë që të përcaktojë se e para kujt vendi këto komunikime i përkisnin dhe pastaj për çfarë veprash edhe kush ishin këta persona. Kështu që autoritetet e vendeve të Bashkimit Evropian kanë bashkëpunuar ngushtë në këtë rast me gjitha vendet e Ballkanit dhe në rastin konkret me policinë e Kosovës dhe prokurorinë e Kosovës për të kuptuar se kujt i përkisnin këto kode të Skype në Kosovë. Domethënë duket që investigimi ka nisur disa kohë përpara dhe vetëm tani në këtë moment kemi një rezultat. Mirë, Fatjona, e ke përcjell, mua më intereson diçka, e ke përcjell te malin e Zi edhe Shqipërinë, sepse në Global Initiative je tu punu me këto vende. Edhe Serbia. Ka raste të arresteve që kanë ardhur nga Sky ECC. Cilat janë këto raste në të 3 vende, në 3 shtetet, sa raste veç me Sky ECC janë zonë? Po. Tashmë pothuajse investigimet që po kryejnë prokuroritë e vendeve të Ballkanit në lidhje me çështjet e drogës, por edhe të vrasjeve, po zbulohen vetëm fal Sky ECC-s dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani në Serbi një rast shumë interesant edhe shumë makabër doja të thosha, është fakti sepse është zbuluar grupi i Veljko Belivukut. Besoj ju duhet ta keni dëgjuar. Ky është një grup kriminal i cili operonte në Serbi edhe më gjerë. Ishte një grup brutal për sa i përket mënyrave të ekzekutimit, madje kishin ndërtuar edhe një thertore në mes të Beogradit, ku antarët e organizatës të cilët nuk bindeshin, atëherë ekzekutoheshin në këtë thertore dhe ka dhe detaje makabre në fakt se si ata arrinin të eliminoheshin edhe trupat ju zhdukeshin duke u grirë në makinë mishi. Tani këto janë shumë detaje makabre, por të gjitha këto informacione në lidhje me grupin e Veljko Belivukut në Serbi janë dokumentuar në komunikimet që ai kishte me Sky ECC-n. Dhe përpasoj është bërë arresti i liderit të këtij grupi dhe është pastaj edhe antarë të tjerë të këtij grupi dhe ngjarja ka pasur një dimension shumë të madh, jo për faktin se ata ishin të përfshirë në aktivitet kriminal, por për faktin e makabritetit me të cilët i kryenin edhe ekzekutimet e rivalëve të tyre. Për sa i përket rastit të Malit të Zi, Mali i Zi ka pasur disa raste, sepse edhe Serbia ka pasur disa raste. Domethënë ky është rasti në Kosovë, po unë jam e sigurt që do të vijojnë edhe me raste të tjera. Ky është vetëm fillimi. Mali i Zi ka pasur disa raste. Në rastin e Malit të Zi, ajo që ka qenë më interesante është fakti se përfaqësues të lartë të institucioneve publike kanë qenë të përfshirë dhe kanë ndihmuar kriminalët në trafikun e kokainës. Kemi rastin e kryetares së gjykatës së lartë, një nga gjykatat më supreme në Malezi, e cila përmes Sky ECC-s u zbulua se ndihmonte një organizatë kriminale dhe madje edhe djali i saj ishte i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Kemi arreste që janë bërë për shumë punonjës policie në Malezi, prokuror dhe nga ana tjetër edhe kryetar bashkisë, si në rastin e kryetarit bashkisë së Budvës, gjithashtu një pjesë e korrupsionit që ai kishte bërë ishte e faktuar në Sky ECC. Okej, kallzona për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Për Shqipëria ka një mori rastesh, por ajo që unë dua të theksoj është fakti që ajo çfarë ne kemi parë në Shqipëri, dhe unë uroj që mos të shihet në Kosovë, është fakti jo vetëm që në Shqipëri operojnë grupe kriminale shumë të fuqishme, të cilat sjellin sasi të konsiderueshme kokaine nga Amerika Latine dhe i sjellin kryesisht në portet e Europës Perëndimore, por nga ana tjetër ne kemi parë edhe bashkëpunim të strukturave shtetërore, kemi parë që këta kriminal bashkëpunonin edhe me përfaqësues të policisë së shtetit, edhe me gjyqtar, edhe me prokuror, dhe kemi pasur edhe një rast kur ata bashkëpunonin edhe me një deputet, i cili ishte një deputet i mazhorancës, emri i tij është Ergyst Shyrbia, dhe tashmë ai gjendet pas hekurave, domethënë është arrestuar për shkak të faktit sepse mbronte kriminalët në Sky ECC. Tani, jeta është shumë e rëndësishme, duhet të theksoj edhe vetëm një element. Sky ECC përdoret nga kriminalët kudo në botë, por duhet të theksoj faktin që sipas autoriteteve europiane, gjuha shqipe është gjuha e dytë më e përdorur në këtë platformë pas anglishtes. Kjo do të thotë që ka realisht shumë materiale
të grupeve kriminale shqiptare në Shqipëri, në Kosovë apo Maqedoninë e Veriut, të cilët e përdorin ka aplikacion. Gjuha e dytë ma e përdorur. Bota e ka, domethënë, po supozoj që gjuha e parë është anglishtja, po? Anglisht, po. Domethënë, gjuha e dytë nuk është gjuhët e Amerikës Latine që janë spanjollishtja dhe portugalishtja, që kanë miliona mas shumë të njerëz në Kosovë, po është shqipja mas anglishtës. E vërtet. Po, shqipja është gjuha ma e përdorur. E Europolit, absolutisht kjo është konfirmuar nga autoritetet e Europolit dhe edhe duhet të theksuar fakti që Sky si platformë ishte më e përhapur në Europë. Edhe kjo është edhe arsyeja pse shqipja. Sigurisht ai përdoret edhe në Amerikën Latine, po përdoret kryesisht nga elementet kriminal europian. Domethënë ishte më shumë një platformë e Europës, edhe prandaj e kemi edhe dekriptimin e asaj platforme nga ana e policisë franceze dhe policisë. Mirë, Fatjon, metet e deputeti arrestum. Mu po më intereson Shqipni, para se më kthy në Kosovë. Përveç deputetit të arrestum, sa të arrestum kam pas Shqipnia, sepse i kemi po arrestimet e gjykatës në Malzi, policëve, sa policët juj, sa gjykatës juj, sa njerëz tjerë bazum në qëto dhëna që janë marrë prej Sky ICC. Po, unë do t'jap një përmbledhje, domethënë të përgjithshme për shkak sepse hetimet për sa i përket të personave të akuzuar se kryenin trafiqe dhe të zbuluar përmes Sky ECC-s janë zhvilluar ndër vite. Domethënë ka të paktën rreth 3 vite në Shqipëri që shumë nga dosjet e prokurorisë bazohen edhe mbi komunikimet e ardhura nga Sky ECC. Mund të them që numri policëve mendohet është rreth 7. Prokurorët 4-5, kemi rastet e 2 gjyqtarëve, kemi rastin e 1 politikani, domethënë siç e thash deputeti. Këto janë rastet më si thua më interesante deri tani, por që sigurisht jemi në pritje sepse siç e thash ka vërtet shumë material aty, edhe do duhen vite që në fakt të gjithë materiali të zbulohet. Por është një element shumë i rëndësishëm duke qenë se ju keni edhe një avokat aty në studio jeta, edhe unë mendoj që ja vlen edhe ta themi për shkak sepse Kosova e ka dhe rastin e parë. Prokurorisë në Kosovë do t'i duhet që jo vetëm të bazohet mbi të dhënat që vinë nga Sky, po t'i kryqëzojë këto të dhëna edhe me burime të tjera, sepse duke përdorur vetëm të dhënat e Sky, atëherë sigurisht që avokati do thojë që nuk është klienti im ai që e përdorte këtë kod, po e ngatroni është dikush tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme për prokurorinë në Kosovë që sigurisht të bazohet mbi të dhënat që vinë nga Sky, por nga ana tjetër të bëj edhe hetimet e saj dhe t'ja bashkangjisi në mënyrë që dosja të jetë më e plotë dhe pastaj për të pasur sukses në gjykatë për të çuar edhe në arrestimin edhe burgosin e këtyre personave. Mirë, Fatjon, e di prej kësaj që the, 171.000 përdorus veç me e cek në atë mostrën tënde se kush e përdor mas shumë të çfarë gjuhë përdorën, në qëto 171.000 njerë që e përdorin Sky ICC-n, the që janë shqiptarë. Po në anën tjetër, unë veç po du ana tjetër e medaljes është që ti je shqiptare, që disa vite, po të ndëgjoj të fol, të monitoru punën e tregtisë drogës e kokainës, në gjuhën shqipe je të fol, po ashtu, kundër këti fenomeni që shqiptarët mas shumë ti po e përdorin, edhe nuk pa hezidim po flet, më falë që po të pës publikisht, po që 3 vjetë që flet për këtë punë, a ke pas në i kërcnim të folë në Shqipni edhe jashtë Shqipnis për çështje të ekspozimit të tregut të kokainës, heroinës, drogës. A ke pas në i kërcnim? Jo, jeta, unë nuk kam pasur kërcënim në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe për shkak të faktit sepse sigurisht kam bërë deklaratat kujdesshme, pas një lloj dyshimi. Por nga ana tjetër, kolegët e mi gazetar, edhe këtu mund t'i përmend me emra, duke nisur që nga Klodiana Lala, një kolege shumë e guximshme e Shqipërisë, e cila punon me gazetarinë e krimit të organizuar, ajo ka pasur në mënyrë të vazhdueshme kërcënime për shkak të përmendjes së këtyre grupeve kriminale, edhe si thua, ajo ka pasur edhe disa ekskluzive, duke sjell edhe emra të rinj. Kështu që Klodiana, për cilën media raporton Klodiana? Urdhro? Për cilën media raporton Klodiana? Klodiana raporton për disa media në Shqipëri, kryesisht për News 24, ka dhe një emision të falë që unë po du mu fokusu në këteve, që për mu është me rëndësi edhe ju përgëzoj që ka shqiptar që guxojnë mu marrë me këtë punë. Jo veç që ka shqiptar që guxojnë mu marrë me drogë, edhe kokain, po që ka shqiptar, gazetar shqiptar që nuk përtojnë
me rrezikua dhe me fol për këtë punë. Faleminderit për punën që po e bëni. Të lutem rri me neve në debat, po duam Labinotin me e inkuadru. Labinot, po e shohim që në Kosovë për herë të parë po përdoret. Qështu ka duk që ky aksion i parë në me Sky ACC që o përdoret, a menon që kanë me e qitë në breg deri në fund, krejt që ky komplikimi, kryzimi që po e thot fatjona që duhet mu bo me materiale tjera, a kena ka qik me që dhe në fund me kapacitetet prokurorisë që i kemi? Po, nëse e shohëm nga kronika në veçanti dhe përmbledhja e dhënave me të vërtetë, tingëllon si një aksion dhe një punë voluminoze e prokurorisë, në këtë rast prokurorisë speciale të Kosovës, për çka deri në fazën ku jemi, që është faza ma fillestare, embrionale e hetimeve, konsiderojmë që duhet më dhënë kredit që kanë arritë me identifiku këta të dyshuar, me identifiku pronat e tyre, pasuritë e tyre, për cilat ne urojmë që i kanë gjetë dhe lidhjet që ato pasuri derivojnë prej aktivitetit kriminal në mënyrë që krejt në fund të procedurës nëse vërtetohet fajësia e tyre me pas edhe pasuri të sekuestrume. A ke po aksion të gjashëm drogës deqtash që është zhvilluar? Jo, absolutisht. Në nivel të lokacioneve, policëve të përfshirë, pastaj organizimit, masovitetit të aksionit, kjo është i pakrahasueshëm. Konsideroj që aksionet të tilla, nëse dojmë ndërtu një analogji, ka pas në kohën e Euleksit, mirë po nuk do doja që ky aksion cilën sa po e pam, që ndodhi ditët e kaluara, me i përngja edhe për nga epilogu atyne aksioneve të Euleksit, cila pas gjykime maratonike në gjykat, kanë dështuar të provohen dhe në fakt shumica e të akuzuarve janë liru. Çka po du me theksu në këtë rast dhe që veç filluam nga këndi juridik, këtu kemi të bëjmë me miliona mesazhe të cilat janë dekriptu. Dhe elementi esencial për pse Sky është përdorur dhe jo ndonjë rreth tjetër është për arsye se aty funksionimi ka qenë me pseudonime. Pra asnjëri nuk ka funksionu me identitetin e tij të vërtet. Dhe tani, gjitha këto komunikime, mesazhe, audio, video të cilat i janë mbartur prokurorisë speciale të Kosovës dhe pastaj ndërlidhem edhe në këtë pjesë, konsideroj që duhet të kryqëzohen me situatat reale faktike cilat kanë ndodhur në Republikën e Kosovës dhe në ndërveprimin e tyre të këtij grupi. Puna pseudonimit, po ti edhe snepin mundesh me andru vetit emrin edhe me çitje të shkallës. Por Sky ka qenë deri në masën që nuk ka arritur të identifikohet burimi, origjina, nuk ke mujt asnjëherë me dalë origjina e identitetit. Deri në mars të vitit 2021, kur autoritetet franceze kanë arrit që serverat e ruajtur edhe në Kanada të arrin të downloadojnë, të shkarkojnë pra dhe kanë filluar pastaj që varësisht prej shteteve t'ja dërgojnë shteteve respektive. Në këtë drejtim, nuk e di datën e saktë kur Prokuroria Speciale e Kosovës i ka pranu dhënat e para që rrjedhin nga Sky, mirë po tani, kur jemi në vitin 2025, konsiderojmë që kjo është një hap i mbar, i filluar. Pasi kemi në regji ekipin që e ka përcjellë qëtë aksion, po më thonë që për vitit 2019 Prokuroria i ka marrë çdo dhëna, hera e parë që ka marrë. Realisht Sky ka filluar si aktivitet në mars, specifikisht, për theksoj në mars të vitit 2021, dhe nga aty ka filluar dekriptimi. Pra, ndërlidhja e pseudonimeve e emrave të koduar me identitetet reale të njerëzve. Dhe pastaj, siç u përmend me shumë të drejtë nga Fatjona, që në Shqipëri kjo është ndërlidhur në mënyrë konsideroj tejet mirë nga ajo që kemi pa deri më tani, duhet të bëhet ndërlidhja e veprimeve konkrete në terren, pasojave të këtyre veprimeve me identitetet të cilat kanë derivuar prej aplikacionit Sky. Në këtë drejtim konsideroj që avokat, sikurse ka ndodhur edhe në Shqipëri, edhe në Serbi, edhe në Maltëzi, kanë me inshurizu krejt mekanizma në dispozicion çka i ofron Kodi i Procedurës Penale të Republikës Kosovës me kontestu ligjshmërinë e këtyre përgjimeve, duke filluar nga fakti qysh këto përgjime janë të kundërligjshme apo nga forma si ato janë mbartur institucionet e Kosovës. Mirë po, kundërligjshme, ata në Malzi kanë arrestuar sepse kanë filluar do të cilësohen, do të pretendohen si të kundërligjshme. Mirë po, praktika e deri tanishme ndërtuar edhe në Shqipëri, madje deri në Gjykatën Evropiane për Drejtat Njerëzit, dokumenton që pranueshmëria e këtyre provave e ka kaluar filtrin e ligjshmërisë dhe i është bartur legjislacioneve apo sistemeve të drejtësisë përkatëse që me bën ndërlidhjen e provave me identitetet. Pra, këto janë dorëzuar në mënyrë të ligjshme
nëpërmjet bashkëpunimit juridik ndërkombëtar e Kodi i procedurës penale i Republikës Kosovës i dedikon një kapitull të veçantë edhe shumë të rëndësishëm bashkëpunimit juridik ndërkombëtar dhe provave të gjeneruara nëpërmjet këtij bashkëpunimi. Ahmet. Po zihesh me fol diçka, su pajtohesh. Gjykata Evropiane e Drejtësisë me gjykimin numër 16347 vitit 2023, domethënë ka shpall të provat e papranueshme të skajt. Domethënë tash disa vende si Shqipëria e ka planuar si prova. Malizi nuk e di, mirë po të ne nuk e di çu do të përfundoj. Unë sigurisht që do të shfrytëzoj këtë mekanizmat edhe mjetet juridike që kam në dispozicion, se tek e fundit kjo puna jam, edhe me kontestu edhe legitimitetin, po unë mendoj që në raport me klientin tim s'kam pas asgjë gjatë. Veç një reagim, Gjykata Evropiane për drejtat njerëzit me Selinën Strasburg decidivisht ka thonë që provat janë të pranueshme, por shqyrtohet rast për rast, por i ka vendosur disa standarde të cilat konsideroj që këto lehtësisht janë të kalueshme karshi rregullimeve që i ka legjislacioni vendor. Kodiun i vendos kodiun i procedurës penale dhe ato janë që ndërhyrja të ketë qenë proporcionale, e parashikueshme dhe ndërhyrja në privatësi, sepse Gjykata Evropiane i ka shikuar edhe nga këndi i privatësisë këto dhëna, sepse janë përgjime në fakt, i ka shikuar dhe ka vendosur standard që në rast se kemi të bëjmë me siguri publike, që këtu padyshim se kemi, në rast se kemi të bëjmë me krim të organizuar, e që këtu pretendimi i prokurorisë është për grupe të organizuara, atëherë mbi vendos e mbi sundon, do me thonë të drejten për privatësi të subjekteve të cilat i nënshtruan këtyre përgjimeve. Mirë, po nëse flasim për rastin konkret, dje prokuroria ka dështuar që të tregoj sepse po të pretendosh që kemi të bëjmë me krim të organizuar. Duhet me ditë roli gjithë secilit në këtë krim. Kush ka qenë udhëheci, cili ka qenë roli i tij, çka ka ai dhe këto. Dje kemi po një kërkesë shabllon. Mira, ki folti veç me Avninat, ka kallzu Avnia çfarë roli ka pas ajo? Jo, Avnia s'ka pas rol hiç. Veça? Hiç. Çfarë keri vozit Avnia? A vonë më kallzu? Golf 7. Golf 7. Po. Çfarë shtëpie ka? Ka shtëpi të trashëguar në fshatën e banesë. A ke shku me apo se të ka marrë që tash? A je sigurt? Po, Avnina gjë ka herë, nuk e gjë tash, frik. Veç duhet me kuptu, domethënë, ajo që ka bëu prokuroria është shumë e rëndësishme për hetimin. Pra, prokuroria e ka bindur gjykatën që provat e cilat i ka m'ia tregu vetëm gjykatësit dhe ai me marr vendim për paraburgimin, pa ja tregu provat mbrojtjes, për shkak se ka rrezik potencial të rrjedhjes së informacioneve nëse ato dalin te mbrojtja dhe nëse dalin publik. Pra e ka rujt hetimin dhe e ka përdorur këtë mekanizëm, të cilën gjykata e ka pranuar si tillë. Mirë po, s'ka çfarë ka kallzuar. Ja tregon kur të ngrit akt akuzën, kur bëhen provat publike. Ligji parashë kodi procedurës penale. Kodi parashë, po ka përjashtime kodi kur nuk është koha, kur rasti është nën hetim, jo të gjitha provat mund mu dorëzu te pala mbrojtëse. Se prokuroria nuk e përfundoi hetimin deri në fund, edhe mandej me sepse kjo është taktika e prokurorisë për me hetu këtë rast, për me mri deri te prova, deri te sigurimi i materialeve të cilat i ka. Pra, ata ja kanë dorëzuar gjykatës përgjimet, gjykata i ka pa përgjimet, dhe gjykata i ka ardhur deri te përfundimi që mbi ato përgjime ka prova të mjaftueshme që sta njerëz do të menajnë në burg për një muaj ditë. Pra, gjykata e ka kallzona, a mujnë me na ble gjykatin? Duhet me kuptoni një element shumë të rëndësishëm. Fatjona na përmeni që gjykata janë të përfshijmë malzi. Në Shqipëni, a kemi na njerëz publik të përfshimën këtë? Po, është shumë e qartë që me fut një kontener me drogë, me një vend caktuar pa ndihmën e autoriteteve, pa i pas rrugën e sigurt, pe doganierëve, policëve, gjyqtarëve, prokurorë nuk mundesh me bëj këtë punë, dhe unë besoj shumë që edhe hetimet e skajt kanë më nxjerr disa zyrtarë publik në Kosovë të cilët kanë lehtësuar operimin e këtij grupi. Po, tash po duhet të folë për to. Kemi situata kur ta njerëz, edhe pse kanë pas precedent penal, kanë mërri me ndru identitetin dhe me marrë identitete të ndryshme tjera tek autoritetet tona, pra në regjistrin civil ata dalin të pastër, ndërsa në anën tjetër kur gjurmohen ma thellë kanë më na dalë kriminal të dënuar prej gjykatave tona. Kemi njerëz të cilët kanë mërri edhe me pas funksione brenda partive politike ose me pas role të caktuara brenda partive politike. Kemi një person me Bjamni Bahtiri, që tash tani s'm kujtohet, i cili Shemsi Bahtiri, i cili kishte mërri me pri kafe edhe me ministrin e punëve të brendshme në kohën kur ai ka qenë mandate, po ashtu me pas takime me kryeministrin, pra një njeri i cili ka background
kriminal. Edhe në të kaluamën kam rri deri tek këto autoritete me pas qasje, pra, dhe ky nuk është njëri prej njerëzve të vegjël, pra është njëri prej pjesëtarëve të grupit të Prishtinës, të cilit Çka ka ndodhur me fotografitë e tija që i ka pas me vendosjen para arrestimit? I ka fshi masi që ka nisë me dalë, dikush është kyç në llogarinë e tina dhe tash nuk është i qatshëm në rrjetet sociale. A kanë qenë të mençur gazetarët me downloadu? Po, janë downloaduar dhe besoj edhe prokuroria i ka downloaduar ato dhe besoj duhet me pas sqarime shumë të qarta se pse ai person ka pas pse ka qenë aktiv në këtë punë dhe pse nuk ka pas një filtr. A ka dalë që është me letra antari vetëvendosjes? Ka dalë që ka qenë pjesë antari vetëvendosjes dhe ka marrë pjesë në votimet mbrana strukturës, pra ka qenë njëri që ka votuar me pas kryetar Degës, që është një strukturë. Ajo ka dikun shtëpinë të Laça Kotra e time, nuk e di në cilën degë ka qenë, po ajo që është më rëndësishme është që ky person ka pas pasuni bukur të madhe dhe ka pas një biznes të vogël të ndërtimtarisë, ndërsa politika nuk kam rri me e kuptu që ky njeri i cili ka tonat luks, tonat tokëre të mira, nuk mundet me i bë me çat biznes, po duhet me pasë një veprimtari tjetër për me mujtë me shku deri te kjo. Pra, për mua është shumë shqetësuese që është një njeri që kaq me precedent tillë, me background tillë arrin me taku dhe kryeministrin në zyrat partisë mu fotografu me ta dhe kjo duhet mu sqaru definitivisht. Që duhet mu sqaru edhe elementet të tjera të cilat fotografi me kryeministrin me bë? Dëgjom, nuk janë fotografi të rastit. Po, dhe me kryeministrin ka fotografi edhe me ministrin. Kur po thoshin të rastit, jo që si kalimtar? Jo, janë brenda strukturës partisë, brenda zyrave të partisë, brenda në topi kafe me shoqnesh, afër ministrit, domethënë nuk mundesh me BV-ja se ka mohu që është antari i vetëvendosjes, po që s'ka asnjë pozicion, apo ka thënë? S'ka asnjë pozicion, po kanë vendosur me përjashtu. Çfarë pozicioni ka, por kanë thonë largojmë prej databazës tyre. Imagjinoni sa shumë shitet se ajo fotografi. E largojmë prej databazës, ka dal. Lavinat, me largu prej databazës nuk nënkupton që pe largon prej partisë. Unë citova deshta me qenë besnik drejt reagimit të tyne. Dhe reagimit të shumë pyetje pa përgjigjen, fakt që ka këtë në huti, sepse kam përshtypjen që thjesht kanë dashur me kamuflu cilësinë e tij brenda subjektit dhe janë mjaftu me një tokë fjalësh që e largojnë prej databazës së partisë, duke ju shmangur kështu një farë forme, ose ma mirë me thonë, të tentu me ju shmang me të regu cilësi. Me qenë që njeri nuk e din kone ka në organizatë, po asë është e udhës, veç me darë me thonë, e kena përjashtu prej partisë, ose mu të më kështë prej organizatës, e jo me hek për databazës nuk në kuptat që e ki përjashtu prej partisë. E vërtet, shikuar gjusesht, interpretimi gjusor është kjo, për kam përshtypjen thekse në këtë rast ka qenë mos me të regu rolin dhe aktivitetin e ti, cili pastaj mund me derivu deri të mundësia me fotografime në të brendshme. Nga leximi i komunikatës e interpretimi logjik, konsideroj që ka qenë përjashtim, por deri në fund të procedurave, cilat urojmë që të përfundojnë shpejt dhe deri në fund çka? Deri në fund procedura gjyqësore. Do ta përjashtojnë? Jo, do ta përjashtojnë deri në fund me mundësinë e rikthimit sigurisht nëse po na nuk e kemi ndigj prej vetëvendosjes, deklarohet që e kemi përjashtu prej partisë. Apo? Nuk e kemi ndëgju cili ka qenë roli i tij dhe konsideroj kjo është më e rëndësishme. Edhe nuk kena dëgju pi partive tjera reagim për këtë punë, sepse të gjithë tash janë tutut, çfarë palame ka me qit ky aplikacion, ka me qit, cilët njerëz ka me qit, cilët shoferat, cilët konduktera, cilët njerëz të partisë kanë me dalë për fshim në rrjet për shkak se është sekret publik që në Kosovë ka pas rrjetë e bukur të strukturuar me drogës, të cilat kanë gjeneruar shumë para. Po, na kemi pas edhe këshilltar të njëri prej kryeparlamentarit, cilën ne kemi denoncuar në emision tonë, i cili u kon diler i drogës, edhe ajo është përjashtuar në atë kohë, në kohën e PDK-s si pjesë e tina. Pra, ajo që duhet me kuptuar që këto rrjete nuk mujnë me operu pa përkrahjen dhe mbështetjen e politikës, pa përkrahjen dhe mbështetjen e organeve të sundimit ligjit, për shkak se kërkush nuk i bjen 1.000 kg drogë prej Ekuadorit e me i kalu në Kosovë, pa e pas 100% sigurt rrugën dhe pa e pas të dakordume që kush ka me rujtë dhe kush ka me mbrojtë dhe qysh nuk ka me ra sasia e drogës në rrjetet e tilla. Pra shumë rëndësi që këta njerëz fillimisht e blejnë sigurin, e blejnë rrugën, i blejnë njerëzit dhe pastaj vinë dhe e qarkullojnë materialin. E dyta, sigurohen me ndëshku të gjithë ata që i tradhtojnë dhe të cilët janë nxjerrin të palamet të shesh. Pra, njerëzit të cilët janë brenda grupeve të cilët tradhtojnë grupin, vrahen, kidnapohen, ndëshkohen,
njerëzit të cilët e kundërshtojnë grupin. A ka vrasje që janë të lidhuna me Ka vrasje të Kosovë? cilat janë të lidhuna, besoj që ka vrasje edhe në Kosovë, ka pas raste të hetume të vrasjeve në Maqedoni të cilat janë lidh prapë me Kosovën, edhe duhet me pas parasysh që ky është operacioni i parë i zhvilluar në Kosovë, mirë po nuk është operacioni i parë në cilin autoritetet e Kosovës përfshihen në raport me SkyCC, për shkak se kemi pas një bashkëpunim midis prokurisë SPAK-ut dhe prokurisë speciale në hetimin e rrjeteve të tjera që kanë kooperu prokuria speciale e Kosovës, e ngjashëm edhe me prokurinë e Malit Zi. Pse duhet me përmend këto? Është një fakt që në rajonin tonë është nisë mund ndërtu një infrastrukturë kundër krimit organizuar. Pra është një për cila është nisë dikun prej vitit 2020, një bashkëpunim midis prokurorive speciale të rajonit. Një bashkëpunim i ngushtë i cili garanton që informacioni mu shkëmby shpejt, lehtë edhe pa procedura burokratike edhe të qenë sekrete. Për shkak se imagjinoni, deri në vitin 2020 dikun Prokuria e Malit Zi nuk jam taku me Prokurinë Speciale të Kosovës për shkak se ka pas burokraci elemente tjera. Ndërtimi tash i kësaj strukture, trajnimi i njerëzve që janë mbrana për mu marrë me këtë veprimtari, për mi hetu këto raste, për me të specializum, për qysh me një këtë punë, na ka pru deri te çto rezultate ku 47 bastisje ndodhin. Imagjinoni asnjë huqje. Asnjë derë nuk është thy gabimisht. Asnjë vend nuk është thy tu thonë je hin shpe ca hitit jo të sabitit, gabim jeni këtu, domthonjë të gjitha adresat janë konfirmuar paraprakisht, janë gjetë, njerëzit janë bastis, është siguru lidhja e tyre dhe masnej janë hy policia në një operacion i cili është planifikuar, më ndodh në 6 mëngjesit nikosisht, imagjinoni 47 vende në Kosovë, nikosisht 6:00 me hy krejt policia mrena. E Ahmet, masi të kemi, po du me shfrytzu qëtë rast për këtë skenë që pe thot Kreshniku, Ahmet, me të pyet ty se si kemi avokat tjerë, apo na kallëzën çka kanë thonë klientët tjerë, se 47 lokacione, 22 arrestum, çka kanë thonë tjerë në seancë, qysh janë mbrojt, çka po thojnë, a është dikush që ka deklaru, po, jo mi fajshëm? Jo, në këtë rast, askush s'ka pranu fajsin. Mirë po, sa përket gabimit, njëna pe palëve dje kishte pretendime që mu më kam vetë për një person tjetër. Dhe i këmë thonë që nuk jam këm, mandej më ka thonë hajde dhe jepe një deklarat në cilësi të dëshmitarit, dhe kër ka shku në prokurori atu në polici, mandej e kanë këtyr në cilësi të dyshumit dhe është ndaluar. Ishte një pretendimi t'il dje në seancë. Mirë po, ne si mbrojtje djeshëm në një tërë konfirmativ, komplet. Nuk na leju qasja në prova, edhe nuk dishëm çka me kundërshtu me një fjalë. Po, është situatë normale, avokat, kjo, kur dikush ka në cilësi të dëshmitarit edhe pas 2-3 pyetjeve shndrohet në të akuzum ose të dyshum për prokurisë, nëse ai inkriminon veten me deklaratën e vet, pastaj prokuria ka të drejtë me shndru në të dyshimt, nëse kanë gjetë prova në vendin e ngjarjes që lidhin ato me krimin, në rast se sipas kolegëve të mi, dje ata të cilët janë deklaruar kanë qenë vetëm 2 pyetje nga ana policisë. A përdor SkyCC-n edhe a shet drogë. Këto 2 pyetje kanë qenë. Është teknike e hetimit tynu. Nuk ja u kam prezentu provat, ato po e dini edhe ju, nuk i kanë tregu që e vandon. A ke shqyr telefon ma se në gjemë atë, a kesh SkyCC-n? Jo. Se kesh? Se ka. Sigur? Normal tash me pas në kur e din krejt që ai aplikacion është thy, kanë kaluar rrjete të tjera, kjo është normale. Mirë, po me pretendu se kanë bo pasuri miliona euro. Edhe me po një shtëpi të trashëguar edhe një banesë me gjithë këtë drogë. Po tash avokat duhet me po. Avni e gruaja ti? Më fal, Ahmet, më fal, Avniu, gruaja, kushërit e Avniut a janë pasununa pak. A e ka një shtëpi trashëguar me ata? Unë ma ça di, Avnia jeton me grunë edhe 3 fëmijë. Çfarë di unë jetojnë në një banesë rreth 80 metra katror në Prishtinë dhe kanë shtëpi të trashëguar me katon. Për kushërit nuk ja kom hetu për vesë se të kësha kallëzu. Tash nuk mu lidh me emër të një personi për shkak se roli mundet me qenë shumë tretësor, me qenë shumë i vogël në raport me klientin që e mbron avokatë dhe nuk po duhet me paragjyku sa ka ai pasuni. Po çka do të me kuptu jetë është që për asaj që kum paun prej bastisjeve. Po flasim për shtëpi super luksoze të cilat janë bastis, për prona luksoze të cilat kushtojnë ke qenë me ekip apo? Kushtojnë miliona euro në kom pa shtëpi me bazan lagjet Prishtinës e cila definitivisht është shumë e shtrejt mund ndërtu dhe cila ndërtimi i saj kushton Cilin lagje? në njënën pi lagjeve në periferit Prishtinës ku
ti e sheh që ato familje kanë parë shumë. Kanë mjetet mëdha, kanë vetura të shtrejta, kanë mrime gjeneru me kriju inkom të madh, të hyrat mëdha për me operu mrena vendet. Dhe kjo Prej qëtën e 47 lokacioneve, Kreshnik, që ekipin e ki pasën në sa lokacione? 8, më duket. Po i kanë vizitu një pjesë të madhe. E pej 8-ve, ketë ka qenë pasanika? Shumica kanë qenë pasanika, shumica kanë pronat mëdhaja, shumica kanë biznese, pra kjo është shumë e rëndësishme e kuptu që këta njerëz kanë me pretendu në hapin e parë me argumentu që okej, jo paret nuk i kombohen prej drogës, po i kombohen prej veprimtarisë ligjshme, kanë deklaru tatime, kanë pareve në konto, pra na i kemi 800.000 euro të sekuestrume në llogari bankare, pra këta njerëz kanë mri me e bo edhe një filtr interesant që është qarkullimi i parës së krimit me vendosur në konto bankare dhe me mri me çuptutje, pra që është pjesa e shpërlarjes të pareve. Pra kjo neve na tregon që struktura ka qenë në hapat e avancuar ku ata thjesht e kanë mri shkallën tjetër të pastrimit të parave. Fatjon apo do me fol, Fatjon urdhna. Jo, jeta në fakt sepse po e gacmoje pak sa avokatin për sa i përket aplikacionit Sky. Po ashtu siç ju tha në fakt edhe nga Labinoti, Sky nuk ekziston më si aplikacion që nga marsi i vitit 2021, për shkak të faktit sepse ai u kuptua nga policia dhe u morën masa për të mbyllur. Dhe me thonë, unë e duna me shtru pyetjen sakt, avokati me pyet, kur e ki njoh 2020-ën avnin, a ka përdor Sky? Kjo është legjitime, në rast avokatit. Se ki njoh, da? Është shumë interesante. Am the vetë, veç pak Fatjon, vetëm the më të e njoh avnin. Ka herë, nuk thash 2020-ën. Ani, do me thonë, ka herë, është që 2-3 vjetë. Sështë ajo ka herë. A ti shoha ka herë, kur e nxjerr njërin që 20 vjetë, 10 vjetë. Në ko përcaktim kje pu. Valojnë s'pengjifshe ka herë. Po mirë. Do shta dush me njoh ma mirë. Po mirë dhe në aca një. Ani, vazhdo Fatjon më falë për ndërprerje. Jo, disha të thosha këtë që në policinë e shtetit shqiptar është përndar një formular vitin e kaluar, ku ju kërkoj të gjithë policëve të policisë së shtetit, që janë 10 mira, pa dyshim, të deklaroni nëse ata kishin përdorur ndonjëherë Sky apo jo në gjatë viteve të mëparshme. Domethënë, kjo është një pyetje shumë normale, duhet ta them, për shkak të faktit sepse Sky ishte një aplikacion shumë i besuar dhe sigurisht, siç e tham, përdore edhe nga funksionarët publik në mënyrë që ndihmonin edhe krimin organizuar. Fatjona, a ke informata sa polic kanë thonë po në atë formular? Asnjë, me siguri asnjë nga policët, po sigurisht nuk do të deklaronin. Ishte më shumë simbolike, por që sigurisht pastaj janë zbuluar rastet policëve të cilët e përdornin si aplikacion. Tani duhet të theksoj edhe këtë gjë tjetër, se kur thash që gjuha shqipe ishte gjuha e dytë më e përdorur në Sky, kjo është e vërtet, por Sky nuk është vetëm një aplikacion që grupet kriminale kanë përdorur. Kemi të bëjmë me EncroChatin, kemi të bëjmë me Matrix, të gjitha këto ishin aplikacione të enkriptuara, të cilat përdoreshin nga grupet kriminale, disa përdornin disa ose të tjera në varësi edhe të lidhjeve që kishin. Por, bazuar me intervistat tjera që unë kam bërë për sa i përket Sky ishte bërë një sistem i mbyllur komunikimi dhe për të marrë pjesë në trafikun e drogës apo në trafiqet e tjera, ti nuk lejoheshe që të komunikoje nëse nuk do të kishe Sky. Domethënë pyetja e parë që të bëj ishte a ke Sky ose jo. Nëse ti nuk blije Sky, sepse duhet të theksoj edhe këtë tjetër, që Sky në fakt nuk ishte vetëm një aplikacion i thjeshtë. Vinte i shoqëruar me pajisje. Me një pajisje të posaçme, e cila përdore vetëm për komunikimin. Nuk ishte kollaj ta instaloje në një telefon normal. Ishte një sistem i cili ishte i mbyllur edhe vinte së bashku me pajisjen. Dhe sigurisht nëse ti doje të bëhesh pjesë e trafikut të drogës, atëherë e kishe të pamundur për të folur me furnitorët, me shpërndarësit, nëse nuk do ta kishe këtë pajisje edhe këtë aplikacion. Por siç e thash, ka dhe të tjera. Dhe këto janë informacione që po i vinë tani prokurorisë Kosovës nga Sky, por nesër ose ndërkaq mund të kenë ardhur edhe nga EncroChati, mund të kenë ardhur edhe nga Matrix, nga të gjitha llojet e ndryshme të aplikacioneve që grupet kriminale përdorin. Dhe e thash edhe një herë dhe dua ta përsëris, është shumë e nevojshme që të kryqëzohen të dhënat. Është shumë e nevojshme që të përdoren edhe prova shtesë. Se për shembull ka raste ku një individ ose një grup individësh në fakt
kanë folur nga një adresë vetme, nga një kod i vetëm. Kështu që është shumë e vështirë pastaj për përcaktuar rolet e tyre. Tani prokuroria në Kosovë ka sfida shumë të rëndësishme përpara. Ka sfidën të kuptojë që kush i mbështeste nga pikpamja e strukturave shtetërore këta individ, dhe sfida më e rëndësishme është a është në grupin e të arrestuarve krerët e organizatave kriminale. Sepse ajo që ndodh zakonisht është që mund të jenë njerëz të rangu të dytë apo të tretë në kriminalitet, dhe shpesh drejtuesit e këtyre organizatave shpëtojnë dhe nuk arrestohen nga policia, dhe ata pastaj shkojnë në vende të tjera dhe i shpëtojnë drejtësisë për vite me radhë. Kështu që mendoj që prokuroria dhe drejtësia në Kosovë po hyn në një fazë të re. Unë mendoj që do të ketë më shumë informacione që do të vinë nga platformat e enkriptuara, por është e rëndësishme, siç e thash, të shoqërohen edhe me hetime shtesë. Dhe këto të përdoren vetëm si komplementare, por jo që i gjithë hetimi pastaj të bazohet mbi. Okej, pyetja kryesore për kolegët mim për kësaj që the Fatjona është na dej tash folëm për përfshirjen e një antarit vetëvendosjes e kur gjos folëm për përfshirjen e njerëzve drejtësisë në qëtë grup Sky ACC. Kush prej drejtësisë është i përfshim? Tash, veç duhet me botë qartë. Hetimi drejtësisë tash është vetëm në pjesën e njerëzve që kanë qenë të punu jashtë, të punu në rjetë. Mirë, po hetimi nuk ka prej kalon njerëz të cilët janë pjesë e institucioneve dhe për me pa tash tutje e ekzaminimin pse këta njerëz kanë mri me pas në këtë punë. Po ajo që kemi mri për shembull me gjetë prej faktit që kur dalin emrat, na gazetarët tash duhet me bëni background check njerëzve, mi pa qysh dokën këta njerëz, kanë shok në rrjetet sociale, kanë babë, kanë nënë, kanë familjarë e tjerë. Tash neve na del që për shembull kemi një gjyqtare në gjykatën e Prishtinës, një Albina Vuçetaj, e cila na del që është familjare e njënit prej të arrestumve. Pra, baba i saj është njëri prej njerëzve të arrestum në këtë grup, edhe është shumë rëndësi me e kuptu që ajo gjyqtare nuk ka pranu me u deklaru për këtë punë deri tash. Po baba i tij Rifat Vuçetaj, edhe në të njëjtën kohë edhe agja i saj është personi kërkuar në këtë rast, një Xhavet Vuçetaj, i cili po ashtu ka qenë pjesë e grupeve të mëhershme të trafikut të drogës. Çka dim tash për këtë rast? Këta njerëz sovjetçarë që po më duket që interesant me pas babën të përfshirë. Janë njerëz të cilët janë të kur po flas janë të rrymë në trafikun e drogës, është fakti që këta kanë qenë në vitin 2011 të arrestuar për trafik të drogës prej Turqisë në rajonin e Pejës, dhe baba i gjyqtares ka qenë personi i cili ka bartë mostrat e testimit të drogës prej bazës deri tek. Derisa babën e ki, do me thonë, tregtar drogës ti ki krye juridikun, je bo gjyqtare, se pi bjen kjo 15 vjet fundit karriera e saj ka avancu, bo gjyqtare, veç po du mi ju pyet juve kështu një pyetje, a guxon me u bo gjyqtar nëse 2011 të kanë zonë baba në trafik drogës, kur shkon ti me apliku për gjyqtare, atë këqyr dikush, ata me këto parasysh? Sistemi verifikimit do duhet i kap të këto gjana dhe të sheste verifikimin e të kalume se familjarëve të ngushtë të njerëzve të cilët marrin pozicione në sistemin e drejtësisë. A jetë në tonë që Rifat Vuçetaj peqat hershit njifët? Po është ka gjykim të gjykatës supreme, ku është dënu 3 vjetë diçka burg, e kanë pranu fajsin për veprën që në kanë bërë dhe kanë vazhdu me jetu në pej edhe vllai i tij. Apo sa në pash ka pas edhe pranim fajsis në këtë punë. Po çka është më rëndësishme është në verifikim, ka të si jurist, shpjegoma, verifikim vetting paraqet problem, a ishe do është më ndalu me qenë gjykatëse në Prishtinë, nëse baba jot është me vendim gjykatës supreme i klasifikuar si drogagji. Do duaj këta njerëz mos mullohen me hyrë brenda sistemit, për shkak se dashur më pas dashur kanë pas një background familjar të narkokarteleve në këtë punë, dhe për neve është shumë e rëndësishme kjo me u kuptu dhe duhet tash me himu analizu kush edhe çysh ka ndodhur vettingu i kësaj gjyqtareje, çysh ka ndodhur edhe mekanizmat e tjerë të sistemit që a e kanë kap apo nuk e kanë kap, dhe njerëzit të cilët kanë, nëse e kanë pas këtë informacion, pse nuk kanë reagu për me stopu, pra pse presidenti kur e ka dekretu, ose presidenti, se tash nuk e di e ka dekretu Vjosa Osmani apo presidenti. Ka dalë me presidenti, a e këshilli gjyqësor që ja ka quajtur presidentja me bota shetim.
Po dhe presidenti e ka Ka dole. E këshilli gjyqësor i famshëm? Edhe këshilli gjyqësor është dashur me bë. Edhe raste kur ka vënë dekretimin Dhe ka vënë Labinović. Ku me pas informacion? Na luajë tu. Se një herë speçet gishtin te këshilli gjyqësor po shkon te presidenti apo hajde Kreshniku periudhën e verifikimit. Mas pari kush duhet me nal. Mekanizmat e verifikimit i ka brenda këshillit gjyqësor në procesin rekrutues, bile atje në procesin e rekrutimit është faza finale. Jo që po të me mbrojt presidentën, veç mos bëj gari këshilli gjyqësor, është njëjtit njerëz që 20 vjet, presidenta 4 vjet na ndrohen. Na po presim presidenti me na nal neve gjykosin. Është një element që duhet të jetë shumë i rëndësishëm. Nuk e dim. Raporti i komisionit hetimor të saj, në fillim kur është bo, a e ka identifiku këtë problematikë. Nëse ata kanë qitë në letër që kjo e ka babën, personi që është i dënuar për këto vepra, agjën person të dënuar për këto vepra, dhe tash na duhet me shku me pa zingjirin e vendimmarrjes. Nëse këshilli gjyqësor e ka ditë dhe kanë vendosur me thonë, okay, për sistemin tonë, po. Jo mbushi se kanë ditë. Tash, a kena vendosur në standarde që na mundna mi bë. Gjithkush janë gjën Kosovë, se kanë ditë që babën e kanë takuar. Fëmijët e narkotrafikantëve me i bë gjyqtare prokurorun, mendoj se kjo është një, duhet me ndrru këtë standard nëse e kena vendosur. Por tash mu nuk ma ka marrë mendja që në Kosovë mund është mu bo gjyqtar të e pas babën narkotrafikant. Sepse për mu është e pa imagjinueshme kjo punë. Nuk e di procedurat nëse mrena, ty ta lejojnë me pas edhe babën narkotrafikant. Albina Vuqetën si gazetare dhe aksia e keni thirë, Kallzom? Kena provu me thirë, është e pa qasshme, nuk mund është me gjetër gjyqtare e re në departament civil, nuk ka rallin që është i penale, po duhet mu sqaru që është jasaj. Pra është thjesht edhe publiku ka nevojë me ditë nëse ajo ka e ka ditë që baba i vetë merret me këto punë, sigurisht është dashur me ditë, sepse ai ka qenë në burg në vitin 2011-2012 kur ka qenë i arrestuar, dhe me pa pse sistemi ka leju që njerëz të tillë me ardhmë me u fut brenda sistemit. Pra, veç ta kujtojmë në shtëpinë ku jeton baba i saj, është bastis shtëpia e tij dhe është bastis shtëpia e Agjës, e cila sipas asaj që unë e di, është një shtëpi me dy hyrje, diçka kështu është, nuk e kam pa, po çka kam marrë informacion, dhe ky ka deklaruar që shtëpia në pjesën tjetër është e vllaut, nuk di çka ka atje, dhe në shtëpinë e vllaut janë gjetë 3 kg marijuanë dhe janë gjetë 13.000 euro para fallco të cilat kanë qenë aty. Pra, ajo që e dim është që në ato objekt janë gjetë edhe sasia e drogës. Aja kanë marrë vllaun? Jo, ajo është narrati. Ajo është narrati? Ajo është narrati, nuk kanë rrimë me arrestu. Fatjona urdhna. Jeta, në fakt, unë kam mendim pak më ndryshme nga Kreshniku në këtë rast. Sigurisht nuk është fare lajm i mirë që një gjyqtare në Kosovë ka familjarët e saj të përfshirë në trafikun e drogave, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që prezumimi pafajësisë është një gjë shumë reale dhe ne nuk mund të prezumojmë se familjarët e saj në këtë moment janë fajtor, lëre më pastaj. Fatjona, veç po flasim për një situatë ku ata janë të dënuar me gjykim të gjykatës supreme për trafik droge. Pra, e kemi një situatë pasur. Ka pa të pjesën që ka pasur një dënim të mëparshëm. Por nga ana tjetër duhet kuptojmë edhe këtë që apo bëhet drejtësia në këtë mënyrë represive, sepse ti nuk e zgjedh as babën, as familjarët e tu që ke, domethënë ti zgjedh vetëm. Ama profesionin e zgjedh, edhe duhesh në profesion kur ta zgjedh. Në Kosovë, Fatjona, e shkruan çka të punojnë prind. E shkruan, për ne gazetarët na kishin kryqëzu me bo mu marë, një gazetar me raportu për drogë e ki babën drogagji. Adeni, e paramendushme në profesion cilin ki qenë edhe ti si gazetare. Por Jeta, ti mban përgjegjësi për veten tënde dhe për fëmijët e tu deri në moshën 18 vjeç. Ti nuk mban përgjegjësi as për bashkëshortin tënd edhe të gjitha. Tani ka një diferencë të madhe të faktit që ti ta Jo, në Kosovë mban përgjegjësi për pronat që i ka bashkëshorti jot, mban ti përgjegjësi. Domethënë llogaritët që paret mundesh mi la përmes burit madje edhe të pamartumne, pa që mundesh mi la burit edhe grus. E tezës, e hallës, për që ato në Kosovë, ti lypin deklarim të pasurisë politikanëve, ju lypin me teze, me non, me bab, me doj, me gru, me dashnore njoni e ka deklaru, që ka borxhet e dashnoria. Derin që atë mas. E vërtet. Por duhet kuptojmë këtë në fakt që edhe kjo nuk është fort e drejtë. Duhet ta deklarosh, por sigurisht përgjegjësia është individuale në çdo doktrinë ligjore. Dhe nga ana tjetër, a mundemi ne apo prokuroria në Kosovë të kuptojë se a kjo gjyqtare ka favorizuar apo ka përfituar nga të ardhurat e këtij trafiku? Atëherë po, në këtë rast kemi të bëjmë me një problem të madh, ajo nuk duhet jetë më gjyqtare.
por de facto vetëm për një lidhje familjare, nuk e dim fare dinamikat familjare të dikujt. Jo, desha të them, domethënë jo për rastin se nuk e njoh mirë rastin konkret, por në përgjithësi është shumë e rëndësishme tani të kuptohet edhe pjekuria e sistemit ligjor, edhe sistemit gjyqësor në Kosovë në këto raste. Mos të bëhet gjuhët i shtrigash, domethënë në parim, por nga ana tjetër të kuptohen rastet një nga një, sepse këto janë çështje që do të vijojnë jeta. Do të ketë komunikime të cilat ajo që ne shohim për shembull në vendet e tjera të Ballkanit edhe në Shqipëri, është fakti që qarkullojnë komunikime të njerëzve që kanë bërë në këto platforma, qarkullojnë pavarësisht se janë komunikime intime, pavarësisht se janë njerëz të cilët nuk janë të drejtë për drejtë lidhur me trafiqe, komunikimet e tyre qarkullojnë gjerësisht pas një lloji censure. Kështu që tani Prokuroria e Kosovës dhe institucionet në Kosovë duhet ta kenë edhe këtë aspektin e mbrojtjes së drejtave të njeriut në fund të ditës, dhe unë mendoj që deri tani duket se ky standard është ruajtur, sepse kemi të bëjmë me çështje me shumë njerëz të përfshirë dhe me çështje edhe shumë sensitive, të cilat kanë një stigmë të madhe në opinionin publik me të drejtë, dhe kjo është ndërhyrja. Pastaj jeta duke qenë se po i afrohemi drejt fundit, desha të bëja edhe ndërhyrje të fundit. Ajo çfarë ne kemi ditur gjithmonë për Kosovën, duke nisur që nga fundi viteve 80, 90 apo 2000, është fakti që Kosova ka qenë, ashtu si ish Jugosllavia në fakt, ka qenë një rrugë e rëndësishme për sa i përket trafikut të heroinës. Dhe ne kemi figura të rëndësishme në Kosovë, të cilët në një moshë të caktuar janë tani, por në rinin e tyre kanë qenë të përfshirë në trafikun e heroinës. Ajo që ne po shohim dhe ky hetim tregon është fakti se nga trafiku i heroinës po kalohet në trafikun e kokainës, e një lëndë narkotike e cila është shumë herë më fitimprurse. Dhe Kosova nuk është vetëm tashmë një korridor për transportimin e heroinës nga Turqia edhe pastaj në Kosovë dhe sipër pastaj në vendet e Europës qendrore, por po bëhet një korridor i rëndësishëm edhe për trafikun e kokainës. Dhe kjo është e rëndësishme. Ajo që po shohim, që u përmend edhe nga kolegët në studio, është disa nga figurat e vjetra, të cilat kanë qenë të përfshirë në trafikun e heroinës, tashmë po shkojnë drejt trafikut të kokainës. Dhe kemi pasur raste në jeta, një figurë shumë e njohur kriminale në Kosovë, që quhet Princ Dobroshi, përpara 2 vitesh është arrestuar në Shqipëri për shkak sepse autoritetet gjermane, duke përdorur edhe platformat e dekriptuara, rezultonte se Princ Dobroshi ishte i përfshirë në trafikun e kokainës në Kosovë, në Shqipëri edhe në Hamburg në Gjermani. Dhe po ta e din edhe kolegët besoj, ky individ ka qenë shumë i njohur jo vetëm në Kosovë, por edhe në Europë, në trafikun e heroinës në fundin e viteve 90 dhe fillimin e viteve 2000. Edhe kjo është edhe një nga elementet edhe një nga trendet që ne po shohim dhe ky operacion tregoj. Po du një koment edhe për josh, Ahmet, se je i këtij zanati drejtësisë. A mendon ti që është problematike më bëhet gjykatëse nëse e ki dënu me dënim të formës prerë gjykatës supreme babën për trafikim drogës? Në parimisht pajtona me fationën, sepse nuk mund të penalizohet fëmija për shkak se prindi ka qenë trafikant. Edhe vazhdon me qenë. Ashtu nuk dihet. Nuk dihet, prezumimi i pafajësisë nuk dihet se do të përfundoj mirë, po parimisht pse do të penalizu fëmija em nëse unë bëj një vepër. Sepse fëmija ka qasje në dhona sekrete të shtetit, të cilat mundet mi da potencialisht me babën e vet, ka qasje në smel, ka qasje në hetime paraprake, ka qasje në informacion, i një krejt hetus, i një krejt prokuror, i ka shok, i ka shok. Mi sa po këptej rastin atë bëhet fjalë për në gjyqtarë në gjykatën civile, departamentin civil. Kosova s'është e madhe, së një njerëz që trajtojnë informacione konfidenciale të shtetit dhe duhet me pas backgroundin edhe familjar edhe personal edhe të ardhmes të pastër. Pra nuk mundesh me marrë prej narkotrafikantit mja besu fëmijës tina, dhonat e shtetit, për pas nëse e ke shëndru në informator narkotrafikantin dhe ke bo vetting 100% që fëmija jëtë nuk ka mu përfshin senet të tila. Pse po e themi këto? Po e themi këto për shkak se në vazhdimsi na kena pa tolerim dënimet buta prej sistemit të drejtësisë për narkotrafikant. Na kemi situata ku njerëzit për 50 kg marijuana janë dënuar 8 muaj burg.
njerëzit janë toleru me kontrabandu drogë Mirë, këtë shumicën e vend, dhe vendeve kanë europiane pështu kjo puna e marijuanës edhe është legalizu. Jo, nuk është legalizu konsumimi, po jo transporti 50 kilave. Kjo është problem. Na kemi situata ku na kemi prokuror të përfshim në lirim të personave të arrestuar për trafikim të marijuanës, trafikim ndërkombëtar të marijuanës, po kanë marrë mito për me liru këta njerëz. Por na kemi pas një tolerim total dhe dënime shumë të buta për rrjetet e trafikut të drogës. Aq shumë është banalizu kjo punë, saqë për shkak të kësaj është dekuraju dhe puna e policisë. Pra njerëzit nuk kanë pas motiv me arrestu narkotrafikant për shkak se ata janë liru 6 muaj 7 mas hetimeve. Çka na ka kriju kjo? Fakti që i kemi toleru njerëzit me sasi kaq të mëdha, mi dënu pak. I kemi edukuar ata për teknikat e hetimit të policisë. I kemi bërë ata shumë lehtë, i kanë mësu çush policia të nxën dhe ata janë specializu. I kanë njoft hetus, i kanë njoft njerëzit të cilët janë infiltruar dhe elementet e tjera dhe për këtë arsye kemi pas probleme strukturore mas nej në luftimin e grupeve drogës. Para shtetit faktikisht gjithmonë ata janë një hap para policisë dhe nuk do duhej me qenë në një hap para tyre dhe tash definitivisht ky operacion, po dhe të ardhmët që kanë ndodhur edhe trajtimi duhet me u hap një debat shumë i sinqert mbi integritetin e institucioneve të sundimit të ligjit edhe mbi integritetin e politikës në vendin tonë. Pra, ne do të me pas një filtr ku politikant nuk mund mu fotografu bashkë me gjithkan. Nuk mund mi pas dosta bashkë gjithkan dhe nuk mund mi pas familjar bashkë gjithkan. Pra, na do të me ditë si publik që nëse djali i migjes ministrit është i përfshim në një trafik drogës, na do të me ditë këtë punë dhe me ditë që kur t'ja qesëm votën, një njeri që në familje ka pas një narkotrafikant, e kemi atje. Dhe duhet me esqaru pozicionin e vetë, duhet me ditë. Se ki djallë të agjës që nuk i fol, heq edhe si ka fol as baba, po ki dhe djallë të agjës me cilën flenë dhe i rrit me të dhe i ki si vlla, se ma shumë është ta, për mos me thonë si me pas fëmijë tonin. Dhe këto çështje duhet mu sqaru, edhe në nivelin e politikës, edhe tek autoritetet e sundimit ligjit, për me mujt me vazhdu tutje në këtë drejtim. Për hir të korreksisë prap, tash pak më parë, duke u përgjigjur kërkesës një prej kolegëve tanë monitorues, lidhur me rastin fjalë nga gjykata themelore e Prishtinës kemi një përgjigje që gjyqtarja është në trajnim, ende në trajnim fillestar dhe na orienton me i drejtu pyetje Këshillit Gjyqësor të Kosovës për krejt këtë situatë. Pra, nga gjykata themelore e Prishtinës të refuzojnë të komentojnë, nuk ja kanë përcjell pra pyetjet i bie gjyqtarës dhe neve na uzojnë me shku në Këshill Gjyqësor. Ne gjithsesi edhe Këshilli Gjyqësor jemi drejtu me pyetje. Çfarë trajnimi është? Nuk ka dhënë më shumë, për gjyqtar, në kuadër të Akademisë Drejtësisë. Lavinat, unë e kam një pyetje si njeri që këgja gjatë për përcel edhe ke shkrujt raporte drejtësisë për korupcion, po du me të pyet, në këtë rast e zbulum, dhe me thonë, ju keni shku në aksion të ftum, ju Kallzopikomi, keni shku të ftum, apo na, prej prokurorisë. Edhe në fund, prej krej këtyre të akuzumve, s'ka dal as njoni që është i lidhur me prokurori, ka dal vetë vendosja, edhe ka dal gjykata. Si rasisht, tash, une, si më konë avokati dreqit, thëmë këto, prokuroria normal që s'ka shku të lidhjet e veta, që i mundet mi pas n'aj prokuror me që të grop e mbron të vetin, sepse prokuroria e dim që s'është angel heqë në Kosovë, në krasim me politikën edhe në krasim me drejtësin. Nuk janë ata manirë. Kështu që, të kuptojnë që funksionon sistemi, edhe çka duhet me kuptu. Në këtë hetim nuk mundet kërkush me ikë. Për shkak se ti ka dhënë Europoli përgjimet. Për shkak se përgjimet kanë dhënë prokurorisë speciale dhe janë në ekipin e veçantë të policisë. Dhe për secilën situatë, për secilën mesazh duhet më shkruaj raport pse ka vepër ose pse nuk ka. Nuk mund me ik këtu bashkëlet dikush me pështu prej sitës. Pra, veç duhet me kuptu që nuk mundet prokurorët me ikë nëse janë të përfshim, nuk mund gjykatësit me ikë nëse janë të përfshim, në rast se sepse ka me pas një mbikëqyrje. Nëse e merr ti qatë je në Kosovë, pe merr sitën, pe merr një herë informatën për atje. Po sitën e ke marrë të sit prej Europolit dhe Europoli ka kallëzu, ka një ka targeta dhe ti dush me qu raport. Ti thu që to nuk e kom njësë se kom zonë. Në zonë Europoli. Jo se në Kosova i po bashkëpunon me prokurorin. Për këto grupe ka dhe hetime paralele në vendet e tjera. Pra nëse këta njerëz nuk nxinë në Kosovë, kanë mundëson në Belgjik,
sepse droga ka shku në Belgjik. Ata kanë përgjithësi edhe në Belgjik, kanë përgjithësi edhe në Malzi. Sun ta nxen prokurorin të boj drogë, ta nxen të prokurori mundet me qenë involvum në ndihmesën. E nxojnë në ndihmesë, e nxojnë në momentet kur kanë pagu pare për mi liru ose për mi mshef hetimet, kur këta kanë marrë informacione që dikush ka marrë në bastise, pra gjitha këto duhet mos sqaru dhe mujnë mos sqaru. Kemi raste në Ballkan ku janë sqaru situatat e tilla dhe kemi, e përmendi Fatjona, deri njerëz në nivelet më të larta të sistemit të drejtësisë Malzi që janë arrestu për shkak të rrjedhës së këtyre përgjimeve. Pra, ata që janë në përgjime. Çka doshta me pyetur, a menon ti që kemi prokurorin çaq zojën edhe pa komplekse që e kesh arrestu edhe prokurorin apo e kesh mbrojtur prokurorin? Normalisht, na kemi prokuror të arrestum, kemi prokuror të akuzum, kemi pas prokuror edhe të burgosur. Valla këshni kemi kur i ke nxon ti me pel për dorë. Ka dhe raste që i kanë hetu vet ata, domethënë duhet me kuptu që krejt sistemin Kosovë nuk është i kriminalizuar. A muj me thonë edhe prokuroria speciale nuk ka për mashallah? Po tash në varet për i cilit kanë dhe këshirëm. Në varet nëse e krahasoj me prokurinë e Mali Zi, cilën në dash me arrestu njerëz në nivel të korrupsionit, mujna me thonë që është më e mirë. Po me krahasu me ndaj prokuri të specializuar të vendeve të botës, ndoshta na menojna që duhet me pas rritje të kapaciteteve, rritje të cilësisë etj etj. Po ajo çka duhet me kuptuar që hetimi nuk është një njeri të e bo, është një ekip, janë njerëz të cilët japin llogari dhe kanë kredibilitet deri çtasht, kanë certifikata të sigurisë të AKI-s, këta njerëz që janë të përfshirë në hetim, pra AKI-ja tash duhet me marrë përgjegjësinë nëse hetuesi i rastit, i cili ka verifikimin e AKI-s. E prokurorët kanë verifikimin e AKI-s? Po, kalojnë në për filtrat e AKI-s kur dekretohen, po mas ne certifikatën e sigurisë nuk e marrin, sepse është procesi i cili i adresohet institucioneve të tjera. Po çka duhet me kuptuar është nëse AKI-ja tash ka dështu me ta verifikuar, atëherë është përgjegjësi edhe AKI-s. Po duhet me kuptuar që në këtë vend ka njerëz që mujnë me krye hetime dhe mujnë me hec përpara, e në anën tjetër gjithmonë nëse ka një ikje ose shmangje për llogaridhanies, atëherë janë mekanizma të tjerë që prapë kanë me na këshyrë dhe janë të ndaj për mi kry. Përveç çka kemi thonë, më fal, edhe në informat të re derisa ishim në mision që gjykata themelore ka kthy përgjigje që çika është në trajtim, Albina Buçandaj. Trajnim, e di. Por ka dale nëse o trajnim, a është presidenca e ka janë në Kosovë trajnimet i majnë, kanë edhe trajnimet vazhdueshme, kanë edhe trajnimin fillestar, gjithsesi mas dekretim. Mas dekretim, okej. Vajza gjyqtare vazhdon punën e saj. Çka deshta me thonë dhe që u tha më herët që drejtësia nuk do të më qenë represive, me çka unë pajtoj në plotni, është një element shumë i rëndësishëm që drejtësia nuk do të më qenë selektive. Dhe në këtë drejtim, përvoja e deri tanishme në Republikën e Kosovës nuk na lën shumë optimist. Dhe çka do të më bëjë këto prokuroria speciale në këtë rast pasi ata janë zotrues të këtij hetime. Unë konsideroj që në fazën ku jemi në fillim të hetimeve edhe mund të mirë kuptohet kërkesa për masat fshefta apo mos mjaft shpaloz gjitha dokumentet e nevojshme mbrojtjes, mirë po kjo nuk guzon asesi të shndrohet në precedent që fazat e më vonshme eventuale të procesit gjyqësor, eventuale nëse kemi proces gjyqësor, të tentohet të mbahen me gjykime të mbyllura dhe ne mos me mëjt me i pa komunikimet, ashtu si që kemi pa në Shqipni, rresht për rresht dhe identitet për identitet. Nëse dënë prokuroria speciale me na bind që ato komunikime të koduara i kanë marrë, i kanë dekriptu, i kanë ndërlidh me identitete, i kanë trajtu në mënyrë objektive dhe të paanshme, ndaj gjitha subjekteve të përfshira, kushdo qofshin ata pavarësisht nivelit të tyne, atëherë ne do të me pa dhe transparent në veçanti, masi që kemi të bëjmë me komunikime cilat që në hapin e parë kanë mu kontestu ndërlidhja identiteteve me kodet dhe këtu prokuroria do të me bind opinionin publik që këtu janë materialet cilat i kanë dhe këto janë gjetje cilat na i kemi bë. Si që ka ndodhë po e përsëris në Shqipni ku po e shohim ditë për ditë komunikimet rresht për rresht të palëve të përfshira, në mënyrë që edhe publiku me dhanë verdiktin e tij, jo verdikt gjyqësor, por gjithsesi është shumë e rëndësishme. A ka me pas arrestime të reja, jemi në fund një minutë. Definitivisht që ka me pas arrestime të reja, definitivisht që kjo është veç nisja e operacionit edhe në vendet e rajonit, domethënë kur është shkatru pjesa e parë e grupit, është vazhduar me operacione tjera për me mri me i trajtuesit tilla. Apo pret punë hala, Ahmet?
A kjo ka punë për tjera? Jo. Definitivisht ata që në arati kanë më shpallë në kërkim edhe prej Europolit, edhe prej Interpolit, edhe prej me pas flet ndalesa në kufinë e Kosovës, për shkak se po e dim tash në 47 lokacione nuk janë gjetë 47 pronarë të shtëpia, janë gjetë pak më pak, edhe ata kanë me qenë në listat e kërkimit dhe kanë më arrestu. Nëse nuk arrestuan këtu, kanë më arrestu në vendet e tjera. Çka është shumë e rëndësishme është që ju kanë rënë trag edhe ndërrimit të identiteteve dhe kanë me gjetë edhe me emrat e tjerë, që nëse i kanë emrat Maqedoni ose në vendet tjera. Mos harrojmë që para 4 jave ose 5 në dalje të Prishtinës është zhvilluar një operacion edhe më i madh se ky, kisha më thonë, i cili ka zbuluar një laborator të prodhimit të dokumenteve të falsifikuara, të cilat janë dokumente të cilat kanë kalu filtrat e checking, pra nuk mund mu identifiku që janë të falsifikume, dhe ky ka qenë operacioni tjetër i Prokurisë Speciale dhe i Policisë të Kosovës, i cili tash është njëri prej operacione më të diskutuar në Europol për momentin, për shkak se fabrika e cila ka qenë Çaklavic, ka prodhu dokumente 100% origjinale të shumë vendeve të botës. Dhe e rjetë tash është u hetu për me i zbulu lidhjet, kujna i ka dhënë dokumente, kujna i ka ofru pasaporta, viza, letër njoftime, patën shofera dhe elemente tjera. Faleminderit Krishnik Labinat Ahmet shumë që ishi këtu dhe Fatjona Medinit, ish gazetare e Birnit, tash Global Initiative, falenderoj që ishim këtu. Na kemi vazhdu me përcjell arestimet të ardhmen. Kosova ka pas rrugë trafikut kokainës, heroinës përpara, po vazhdon me pas hetimet për të raste kanë me vazhdu. E qysh është me kjo më me në kuptu që ne kemi me pas punë tjera lidhur me këtë temë. Vazhdoni me na shkruajt kallzo.com deri në emisionin në radhës. Natën e mirë.